E shikon Majkati, besoj zemrës thot horoskopi. E di rrugën më mirë se kushdo. Sigurisht. Me zemrë e nisëm këtë të hanë. Mirëmëngjes. Zemra është ajo që kontrollon gjithë. Ashtu ë. Si e sot? Mendjen trupin mirë shumë mirë. Po ti si të ka me dashur? Mirë, ja nisi e hëna, nisi java, sigurisht që e mirë, të çlodhur, shkëlqen, je shumë mirë. Po, gjithashtu, dy ditë pushim Kati. Patjetër. Edhe anvisat tona sigurisht që dhe ato janë të çlodhura, shkëlqejnë patjetër dhe ato në familjet e tyre. Dhe neve ju urojmë te nga studia një ditë të bukur dhe ftojmë këtu tek këndi Joni Gatimit për të parë recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Ne do të nisim ditën me perime. Me perime, nuk dihet, fundjavë, peshk, mish. Mund të jeni ngarkuar pak me diçka kanë bërë ambisat, kështu që ne mendojmë të bëjmë perime, të cilat do t'i mbushim jo me mish. Sepse tham, mish kemi konsumuar fundjavë dhe do t'i bëjmë me se. Do t'i bëjmë me oriz, por jo vetëm, unë do të shtoj në vend të mishit, për t'i bërë më të pasura dhe sigurisht janë perime të mbushura për stilin e verës, këto që konsumojnë gjatë gjithë stinës së verës, që janë edhe të lehta. Do të kemi për çdo spec nga një lugë rush të thatë dhe nga një lugë stika pishe. Që zvendësojnë mishin këto faktikisht në bazë të vlerave të tyre ushqimore. Gjithashtu, për perime kam përzgjedhur domate, speca, patlıcan, ndonjë patate për ta vendosur aty këtu që them unë, dhe për erëza sigurisht që majdanozi, kopra i shkon, nene xhiku, patjetër që janë erëza të cilat janë shumë të mira për perimet e mbushura. Gjithashtu këtu kemi qep. Ndërkohë që ti ke prerë, ke bërë gati apo jo, ke krijuar nga një kapak për secilin, që ta tregojmë dhe këtë pjesën e punës që kemi bërë, sepse në rregull. Besoj, është një mënyrë e këndshme edhe kjo që prerja që ti bën. Ja, këtu besoj jemi tek muli. Ja, pastrohet, janë shumë thjesht, domethënë po, thjesht ngjajnë bukur kështu siç i ke bërë, se shpesh i bjem shkurt, i ndajmë në gjysmë për shembull patlıxhanet dhe krijojmë thjesht një fole. Në njëjtën gjë edhe domatet. Pjesën e brendshme të domates e marrim me grim në një makinë ngrisë ose edhe në një si thua në rende. Po, nuk e çfarë. E përdorim për dhe patjetër që shtojmë edhe një dy domate të tjera që janë të pjekura mirë, që na duhen, domethënë për të përgatitur salsën, se si do ju tregoj anvisave, më shumë do të përdor salcë domate se sa ujë. Ujë do përdor shumë pak. Ndërsa oriz do të kemi nga një lugë të supës për çfarë, domethënë për çdo lloj. Sa kemi 4, më fal, speca 4 lugë oriz, 4 domate, do me thënë nga një lugë në çdo, dhe në domate dhe në patlıxhan. Kështu duhet ta bëjmë llogarinë. Pra, do të llogarisni, do me thënë nga një lugë të supës, kaq është e mjaftueshme. Se sigurisht që do shtojmë dhe gjërat e tjera. Dhe sa të fillojmë neve, do të hedhun tani këtu me njerë të shtojmë për të përgatitur këtë salsën fillimisht, do me thënë mbushjen, që do ta hedhim vajnë, edhe e kemi lënë është në nxehtë. Po, dhe me njëherë do të filloj skuqja i qepve. Dhe ndërkohë qepën, do hedhim pjesën e patlıxhanit, ta kulloj këtë dhe ta hedhim brenda. Do të shkojmë aty edhe pak krip. Ndërkohë, unë po ju kujtoj pak se me çfarë po gatuajmë ne sot dhe ju e shihni sa herë që kemi produkte të veçanta në tryez dhe kemi receta të shijshme, të shëndetshme me produkte që na mbetet veshin dhe njëherë dhe pyesim veten ku mund t'i gjejmë. Unë ju them se mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Ndaj, kur të shohim edhe përbërësit, do të kuptoni se me çfarë po gatuajmë sot dhe teksa i mbani shënim, pikërisht me atë listën që do keni në duar, bëni një vizitë në një ndër pikat e dyqaneve në Ranzi që keni më afër shtëpisë apo lagjet tuaja, sepse ndodhet kudo, edhe gatuani njësoj si ne. Do të ishte vakti ideal për të nisur javën me shumë energji, me shumë vlera ushqyese, edhe një pjatë e shëndetshme në këto ditë të nxehta vere, dhe do të kemi dhe një javë goxha të nxehtë, kështu që ushqimi është një ndër ato që na e bën më të lehtë për të përballuar temperaturat e verës apo jokat. Po, patjetër, dhe në mbushje ne do të hedhim një kungull. Nuk ka rëndësi domethënë që të mbushim kungull në këtë rast, por hedhim një kungull kështu për t'i dhënë shije dhe ta sjell edhe më të lehtë pjesën e mbushjes. E shton faktikisht, kungulli është një nga perimet e lehta që konsumohet domethënë në shumë gatime, në sallatra kështu, kungull të mbushur me salcë. Do bëjmë ndonjë ditë faktikisht sepse kungulli është ushqim, është perime që konsumohet shumë gjatë verës. Hedhim edhe këtë që kam ngrirë në rende, mund ta bëni edhe në kubik të vegjël, përveç se mund ta bëni kështu në rende.
E përzim tani që të na zbuten. Kam shtuar më mbrapa edhe kripun këtu. Po, gjatë fuqës së qepës, veprim që duhet bërë Patlıgjani, gjithmonë. do me thënë pjesën tullet patlıgjanit nga brenda, edhe qepën, edhe kungullin kemi hedhur deri tani. Më mbrapa do shtojmë gjysmën e sasisë së domates, nuk do të përdor salcë, sepse themi që tani e tutje është mirë, do me thënë të reduktohet sa më shumë salca. Salca është, si thua, është një produkt që përdoret më shumë gjatë sezonit të dimrit, shumë pak gjatë kohës së verës, dhe sigurisht nëse kemi domate, do me thënë të kuqe dhe këto, që tani është koha e domates, kështu që përdorim më shumë domate dhe për ta sjellë më të lehtë gatimin tonë. Dhe ne shohim në ekran recetat, shohim pak përbërësit, çfarë po gatuajmë, çfarë na duhet për perime verore të mbushura. Na duhen 4 speca, 3 patlıgjan, 5 domate, 1 kungull, 2 qep mesatare, 10 lug oriz, 4 lug rrush të thatë, 10 lug stika, majdanoz, nenexhik, kopër, vaj, krip, piper dhe lëng limoni. Eci mëtej me një tjetër recet që do të përgatisim sot dhe është pikërisht sfoljat me marmalad dhe krem pana. Do të bëjmë dhe një recet të ëmbël e cila ka këto përbërës, një pet sfoljat, 200 gram pana pasticcerie, 4 lug qumësht, marmalad dhe sheqer pudër. Shumë e shishme më duket ky kombinimi. Marmalatën e kemi nga hera e fundit që përgatitëm me fruta të grirë. Këtu në studio dhe kemi mbajtur, pse jo të bëjmë edhe një lloj, do me thënë, shiko 3 përbërës duhen, pana, një pet sfoljat edhe një marmalat. Neve kemi marmalat manafere, por sigurisht që ambisat mund të zgjedhin një marmalat që kanë ato në familjet, në shtëpitë e tyre. Shumë mirë. Atëherë kemi shtuar, do me thënë, edhe piper. Këtu unë do të përdor për lëngun, do me thënë, edhe një lugë të supës mix erzash. Faktikisht mua më pëlqen dhe e përdor shumë, sepse ju kemi thënë gjithmonë se sa lloj përbërës ka brenda, do me thënë, kështu që tani është momenti të hedhim edhe oriz. Ne do përdorim këtë orizin sot. Orizin arborio, po. Është kokër rumbullakët, edhe përdoret shumë mirë, do me thënë, për të mbushurat, edhe do ta masim tani sa kemi, ne do t'i numërojmë, edhe do hedhim edhe, si të thuash, lugë. Do me thënë 2, 4, 6, 8. 8 perime për të mbushur, 8 lugë oriz. Këtë do të bëni dhe ju në shtëpi, nëse bëni më shumë apo më pak, kjo nuk ka rëndësi, për të qenë në rregull me sasinë nga një lugë oriz për është mjaftueshëm, nuk ka nevojë. Thjesht ne duhet ta lajmë tani edhe ta kemi gati për ta hedhur brenda. Para se të shtojmë orizin, do shtoj salcën, do me thënë, të domateve, do të hedh edhe rushin e thatë edhe këto pjesën e stikave. Hedhim këto përpara. Shtojmë domaten e kryer dhe e lëm gatimin të vazhdojë. Ta hedhim me këtë që mos të na... Edhe këtë tjetrën do ta hedhim lart, duke shtuar këtu më mbrapa vaj, krip, piper, dhe do ta hedhim, do me thënë, shtresën e fundit, që do ta vendosim në furrë. Tani e përzim dhe këtë do sjell këtu tani të vendosim edhe orizin, do t'i shtojmë një lugë mix erzash, do t'i shtojmë edhe pak ujë. Edhe do ta kemi gati mbushjen. Po bëhet shumë shpejt, sepse besoj vetëm orizit do t'i duhet që të marri një valë dhe pastaj do të jetë me lëngje edhe orizi. Sepse do të kaloj në furrë. Po thoja, kështu që pjesa tjetër e përgatitjes edhe gatimit do të kryhet në furrë. Vazhdojmë të kemi në ekran recetën e perime verore të mbushura. Keni aty të gjithë përbërësit, që nga specat, patlıgjan e domatet, sigurisht që ju i zgjidhni vetë se sa doni të mbushni, jo, nëse preferoni më shumë domatet, për shembull, shtoni më shumë domate, më pak patlıgjan, ose më shumë speca, më pak domate, varet se çfarë doni të mbizotëroj në tavën tuaj. Një lugë me mix erzash i shtohet tiganit edhe pra hodhëm stikat, rushin e thatë, miksin e erzave, ngele tani për të shtuar edhe orizi, edhe këtu kam ujë të ngrohtë aty. Po, e kemi do shtojmë edhe atë ujin edhe jemi në rregull. Shumë mirë. Dhe më mbrapa fillojmë dhe bëjmë mbushjen. Dhe erzat në fund. Gjysmën e domates së grirë që na mbeti do ta përdorim për t'ia shtuar tavës, por do ta kalojmë në furrë dhe kështu në pak minuta kemi përgatitur pjatën e drekës së ditës së sotme. Megjithatë, ne do të kemi kohë mjaftueshëm për ta treguar derisa të arrijmë tek pjesa e mbushjes dhe pastaj kur të kthehemi në pjesën e dytë do të kemi një ëmbëlsirë
Në këtë rast, Kati, do kemi një mix shiesh, apo jo? Do më thënë, do vi pak si e athët, pak si e ëmbël, se ka rushin e thatë brënda. Shiko, ka rushin e thatë dhe nuk do t'i shtoj sheqer, do me thënë që ta... Do më thënë, thjesht ajo ëmbëlsia që do të lëshoj rushin. është në rregull, nuk ka nevojë. Po duan anvisat, për që domatet tani janë të ëmbla, nuk ka nevojë që të shtojnë pak sheqer, domethënë për të neutralizuar atë shijen. S'ka nevojë për mendimin tim. Tani ato nëse duan që të shtojnë pak, mundet edhe të shtojnë pak sheqer, domethënë akoma edhe sipër në momentin e fundit. E merr edhe ashtu. E merr edhe është ajo, domethënë sepse tham që të shtojmë domaten, krip, vaj brenda këtu, edhe piper të zi. Ajo është që do të bëhet lart. Tani pres edhe këtë pjesën e erzave të freskëta, kopër majdanoz edhe nenegjik apo jo kemi aty? Po, para se ta pres ta trazoj një herë. Tani, Kati, në 1 minutë kohë që ne kemi, më thuaj çfarë do bëjmë? Hiko. Jo, se thash që ta mbushnim dhe ta vendosnim në furrë faktikisht. Apo do ta lëm ta tregojmë më mirë më mbrapa dhe ta hapim petën që të... Unë mendoj që ne ta tregojmë mbushjen kur të kthehemi. Se më mirë të lëm pa treguar kohën e qëndrimit në furrë, se aty s'kemi gjë për të bërë, thjesht do e vendosim në furrë dhe do të presim. Ndoshta mbushja edhe vazhdimi me domaten duhet treguar. Duhet treguar dhe mënyra se si do t'i vendosim, domethënë salcën lart. Kështu që më mirë le të na presin anvisat për ta treguar ashtu siç duhet, domethënë përfundimin e recetës. Okej, dhe ne kur të kthehemi, themi shkurtimisht çfarë do bëjmë me këtë recetën e dytë. Do presim të ka shkrirë pak, jo, po i duhet edhe pak, të na shkri dhe pak peta e sfoliatit, pjesën tjetër i kemi gati, sepse normal atë ne kemi bërë që javën e kaluar. Okej, atëherë qëndrojmë këtu. Bëjmë pak pushim, ndjekin dhe lajmet orës 9:30, edhe këtu në studio rikthehemi për të vazhduar me të dyja recetat, ju vetëm qëndroni me ne. Se ne përfitojmë pak nga koha që nuk kemi në transmetim, edhe Katerina e merr me Terezia ashtu si çdo, sepse duhet që gatimi të bëhet avash me dashuri, jo të ngutet të? Po, patjetër, dhe atëherë bëhet gatimi mirë, kur bëhet avash, që do të thotë të dashur anvisa, ne sot do të bëjmë perime të mbushura, perime verore, një përmbledhje të shpejtë, pra qep, domate, kemi të brendshme domethënë të patlıxhanit, kemi një kungull, të cilën e kemi grirë dhe atë në rende ose në kubik të vegjël. I ka vërdisëm të gjitha, duke shtuar brenda edhe rush të thatë nga një lug, domethënë të supës, edhe stika pishe, të cilat zvendësojnë mishin dhe nuk e keni ide se sa shije të mirë që kanë. Nëse keni, mund t'i shtoni, nëse nuk keni, nuk ka problem, shtoni vetëm rush të thatë. Nëse s'keni, të në randzi, keni sa të doni. Mirë, në rregull, nuk diskutohet, them që nëse se kam për momentin, kjo recete do. Domethënë nëse doni të bëni diçka të veçantë, nuk diskutohet. Bëjeni sepse edhe nuk është se ka ndonjë një grusht do të shtohet, pra një grusht. Nuk ka ndonjë çmim gjashtu, por ai grushti bën atë gjën e veçantë dhe bën shumë të mirë. Nuk ka asnjë kështu me punë mishit. Gjithsesi, shtuam më mbrapa domatet. Pra tham edhe 2 domate, të cilat këto ose në rende ose në makinë ngrirëse, përveç se të brendshmet e domates që kemi që dhe ato i grim. Gjysmën e sasisë së domates së grirë e hedhim brenda tek pjesa e mbushjes, gjysmën tjetër do ju tregoj tani se si do ta bëjmë. Atëherë kemi edhe kopër majdanoz edhe nenegjik, të cilën tani varet për punën e këtyre erëzave, çfarë doni juve, domethënë doni të treja, doni njërën nga ato vetëm majdanozin, doni nenegjik, por të treja bashkë kanë një kombinim shumë të mirë. Gjithashtu unë këtu kam shtuar edhe një lug mix erëzash për t'i dhënë akoma më tepër shije, këtyre pjesës së mbushjes. Po, tani jemi gati për t'i mbushur. Kam filluar unë faktikisht në njërën nga këto, edhe si, ja, kështu, si që kemi. Me qenë se neve nuk kemi vetëm oriz dhe janë me gjërat të tjera, duam nga 2 lugë, se nuk është oriz që është ajo që e shtyp dhe nuk, do me thënë, rrit vëllimin orizi, edhe nuk zjen. Ndërsa këtu ne kemi më shumë perime se sa oriz, dhe pam se sa pak oriz kemi hedhur. Nga një lugë për çdo perime, po e kujtoj për që s'na kemi ndjekur nga fillimi fare. Shumë të mira duhet të dalin këto kombinimi me rushtë të thatë. Po bëjnë jashtëzakonisht të mira dhe nëse doni pastaj edhe patate pastaj mund të shtoni një ande këti. Se kura kjo pjesë e ka pakut t'ja vëm sipër. Më radhe një tjetër, po do t'a gjej. Edhe pjesën tjetër të mbushjes, po pjesën tjetër të mbushjes do t'a kemi dhe këta. Do t'a hedhim në gjithë tavën, ato hapësirat boshe. Hapësirat boshe.
E kemi ndezur furën? Po. Ajo është kryesorja e para. Tani, atë që thash pak më përpara, e hedhim, jo mbi pjesën e këtyre perimeve, Po, kështu në ansore. në ansore, aty ku kemi hedhur patati, i hedhim pak këtu që është më... Bëjnë shumë të mira dhe të shishme. Ajo që ngele tani, do të shtojmë edhe pjesën e domates, të cilin më përpara të do të bëjmë me krip, piper dhe vaj, dhe do t'ja hedhim lartë. Edhe këtu. Okej, shumë. Në rregull. Të lumshin duart. Faleminderit. Tani kemi edhe gjysmën e domates që na mbeti nga ngrirja që kemi bërë që në fillim, pra gjysmën e kemi përdorur brenda, gjysmën do ja shtojmë sipër. Këto janë gjëra që ne i kemi thënë në pjesën e parë, po duke menduar gjithmonë që ndoshta shumë prej jush na ndjekin vetëm tani, bëjmë një rifreskim kështu gjatë kohës që dhe nëse doni tani, mundet të shtojnë anvisat një majeskrip. Më falni, sheqer. Sheqer, po, për domaten, meqense kemi domate të freskë dhe zakonisht. Nëse doni, domethënë nuk është se është e domosdoshme dhe sigurisht që edhe vaj. Kjo është salsa që do të hidhe dhe nuk do të hedhim ujë. Edhe dim që domethënë perimet duan pak më tepër vaj, që të bëjnë, domethënë edhe të shijohen se s'kemi yndyrë tjetër, thjesht yndyrën e vajit. Do i hidhni në pjesën e sipërme, që kjo është lagështira që do të kenë për zjerje, se përveç se këtyre nuk thamë që tek pjesa e mbushjes kemi hedhur edhe pak ujë, rreth 1 filxhan të çajit. Kjo salsa e sipër edhe i mbron pak që mos të dhe i mbron, por edhe i pjek edhe i jep dhe shumë shije. Salsa e domates. Është vetëm domate. Tani, që mos të na thajnë dhe mos të na ashu, i vëjmë letër, domethënë nga kjo, edhe 1 letër alumini. Të dyja? Po. Shikon. E tani shiko, themi që dhe për avojt, por janë çik si më higjienike pjesa e letër vaj, është më higjienike se sa letër alumini. Por letër alumini e mban në mënyrë më hermetike, s'ka gjithë se urdoani, la. Shumë mirë. Dhe tani e kemi gati për ta vendosur në furrë. Dhe pastaj do bëjmë një recetë të ëmbël. Nuk ka nevojë, domethënë që ta vë dhe nga ana tjetër. Se dua që të më ikin pak avoj, mos të më qullosen plotësisht. Faleminderit Anila. Të lutem, në furrë tani do të piqet, do të bëhet e shkëlqyer. Kujdes. E mbyllim tani dhe i lëm atë në temperaturën 180-200 gradë, do ta lëmë rreth 40-45 minuta, do ta shikoni ndoshta edhe më tepër në 50 minutë e do kohën e zgjatjes. Tani neve do të bëjmë kremin gati, pra do të bëjmë sfoleat, të cilën do ta pjekim, do t'rregoj mënyrën më mbrapa se si. Neve i kemi këtu sa po i nxora unë nga fura, se nuk do 15 minuta duan. Që të piqe, po, sfoliata përgatitet gjithmonë shumë shpejt. Ja kështu do me thënë, një 5 folet, do t'i lyje me qumësht dhe të i spërkati me sheqer pudër dhe të vendosim t'i pjekim në furrë. Por do t'i tregojmë më mbrapa, po t'fillojmë ta përgatisim njerë kremin. Rezultati është ky. Përgatitja do t'a bëjmë tani, recetën do t'a shohim pas pak në ekran. Është shumë e thjeshtë. Edhe, po. Një ëmbëlsirë e shpejtë është kjo. Nëse kemi përbërësit, si e thonë 15 minuta do ajo, për 20 minuta kemi një ëmbëlsirë. Atëra, kemi nisur nga pana? Po, pritë se na bashkuan të dyja këtu tani. Të hedhim edhe pak vanile faktikisht. Nëse doni, mund ta hedhni vanile, sepse sigurisht që jep shije. Ndërkohë që rrahim panën me vaniljen, unë për ju them pak se ne këtë marmalatën e manaferrave kemi përgatitur vetë.
edhe mund ta bëni në shtëpi, ta mbani në ato kavanozat në frigoriferin tuaj. Shikoni sa e këndshme është dhe për shije nuk diskutohet fare, është super e freskët dhe mund ta përdorni për ëmbëlsira, për të lyer bukën, për ta konsumuar kështu kur doni diçka të ëmbël. Për tarta të Për tarta. ndryshme. Ky është ai paketimi që ne e kemi hapur që javën e kaluar, është 1 kilogram, edhe kemi përgatitur gjithashtu edhe ëmbëlsirë javën e kaluar sërish me këtë paketimin e frutave të kyllit të ngrira që i gjeni në frigoriferët e dyqaneve në Ranci, dhe me këtë 1 kilogram që ne po bëjmë ëmbëlsirën e dytë dhe prap na ka mbetur. Ju kujtoj se të gjitha këto videot që ne themi e kemi bërë dhe herë tjetër dhe doni t'i shihni sepse ndoshta i keni humbur, i gjeni duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në News 24 ose në Villa 24. Pa fund ide gatimi keni aty edhe propozime të ndryshme në lidhje me produktet që mund t'i përgatisni për t'ju dalë një rezultat ashtu siç duhet. Ne do të shohim tash recetën unë Po, mund ta shikosh sepse më duhet pa kohë akoma që të kthehet në marengë. Oke, duhet të trashet, pra pana duhet të rrihet mirë, ndërkohë gjatë kohës që presim panën të krijojë atë formën e duhur, së bashku lexojmë në ekran edhe një herë recetat të dyja, edhe ato që futëm në furn, edhe recetën e ëmbël që sapo e kemi nisur. Pra, në furn vendosëm perime verore të mbushura, na duhen 4 speca, 3 patlıcan, 5 domate, 1 kugull, 2 qep mesatare, 10 lug oriz, 4 lug rush të thatë, 10 lug stika, majdanoz, nenexhik, kopër, vaj, krip, piper dhe lëng limoni. Ndërsa, sfoljat me marmalat dhe krem pana. Na duhet 1 pec sfoljat, 200 gram pana pastiqerie, 4 lug qumësht, na duhet marmalat dhe sheqer pudër. Fiks në kohë i mbaruam të dyja. Kemi rahur panën dhe siç e shihni është trashur, ka krijuar këtë kremin e shishëm. Mbaj këtë më miqet ashtu. Madje e te kaluam pak, po s'ka gjë, e duam me thënë kaq. Okej. Kjo është gjë e parë që do të bëjmë. Si do vazhdoj kjo receta tani? Që se kam këtë pjesën, do me thënë. Kjo është e vogël në fakt, është pjesë që mund të kemi në shtëpia tona. Tani, anvisat po të duan, do me thënë sipas dëshirës mund të shtojnë, ta provojnë për punën e sheqerit, se sa e ëmbël është, edhe mund të shtojnë pak sheqer në momentin që e përzijnë. Por zakonisht e këto e kanë një farë ëmbëlsire, ndërkohë që përdorim dhe marmalat, mendoj që mos ja hedhim sheqerin brenda. Po, ta lëmë ëmbëlsinë e frutit. Kjo varet sipas dëshirës dhe sa të ëmbël e duam, do me thënë, për ta bërë. Tani të marrim të ndërtojmë një. Marrim një pjatë. Ta pastrojmë një herë. A ta largoj këtë tavë pak më këtej, të të lëroj vend? Ja të marrim pak lirë. Okej. Edhe nga këtu, petës folia, prandaj do na dohet tani këtu. Të duhet tava aty? Më duhet tava. Po mirë, t'i vendosim, Po, më duhet thashë të duhet pjata e përgatimin ty, do t'i afrojmë. Jo. Okej, pra ti mbush mbrapa. Mund të vazhdojnë ishin të mbushura këto? Jo, s'janë të mbushura, tani do mbushen. Pra, piqen nga të dyja anët. Shumë thjesht, këto bëjnë në moment, në çast. E kuptoj. E hapi, e mbajmë një petë këtu. E lyem, do me thënë, fillimisht me marmalat. Për pjesën e marmalatës hedhim aq sa duam. Është e mjaftueshme. Ta vëm këtu. Pa bëjmë punë krijuese. Po kjo do mbulohet, nuk është se ashtu thjesht. Vendoseni bukur sa të doni, ajo do shtypet. Ajo do shtypet, nuk është se ka ndonjë, po thjesht kështu për. Pa. Nëse nuk e keni këtë Nëse nuk e qesën keni, nuk ka me lug. problem me lug. Kjo është një ëmbëlsirë që bëhet me lug, do me thënë nuk është.
Tani, për punën e kësaj, do me thënë, të kremit, pasi qeri, e vendosim aq sa duam. Pa. Tani, është momenti pa që prandaj thash që shumë e thjeshtë, ja. Sheqer pudër, edhe jemi në rregull. Nëse duan anvisat, bashkë me ato mund të shtojnë edhe frutat për shembull qoftë ara, qoftë fistikë, çfarë të duan. Por edhe kështu, siç është në rregull. Nuk ka nevojë që ta ngarkojmë shumë, do të thënë një ëmbëlsirë e thjeshtë dhe e momentit, që bëhet shumë shpejt. Kemi ndonjë energji këtu? Thjesht për ta thyrë. Për të thyrë pak ngjyrën. Për të thyrë ngjyrën. Pra, atë që thash, shumë thjesht, shumë shpejt, por dhe e shijshme. Po, e kuptoj. Kjo kaq ishte, nuk ka ndonjë gjë të madhe, s'ka fiziologik kjo. Jo, këto janë petët që kemi do heqim ato, po, Okej. të shmagim të pjesën këtu dhe kështu i bëjmë të gjitha. Ose mund t'i bëjmë, domethënë, në rresht, të gjithë bashkë, e mbushim prap me kremin dhe vendosim rreshtin e dytë dhe i kemi kështu. Po kështu është më mirë, domethënë, sepse është më e thjeshtë se e ndajmë edhe në racione. E ndajmë në racione, mund t'i bëjnë racione kaq të mëdha, mund t'i bëjnë edhe në gjysmë për shembull. A është e nevojshme që ne ta tregojmë petën se si e ke shtruar për të... Nëse kemi kohë, po patjetër që kemi kohë. Duhet të treguar sepse duhet, është dhe ai një veprim që duhet bërë. Nëse të duhet tava, ne këto mund t'i shkëputim, shkëputim, se kam tavën tjetër. Shumë mirë. Dhe shiko se sa thjesht, pse kemi këtë tavën tjetër, se ja. Okej. Kjo është që ndihmon. E kemi një në shtëpi edhe kemi përgjithmonë, që do të thotë, pastaj kemi këtë letër kuzhine, e masim se sa është. Edhe shumë thjesht. Janë ca mjete tani që dikur në natona nuk i kishim, ne tani i kemi dhe na ndihmojnë në çdo moment që duam, ja, si u ngjit kjo, s'ka nevojë as ta lagësh, as ta bësh, direkt ngjit. Një pak ka 2 peta sfoliat. Një mund ta bëni të kripur, një mund ta bëni të ëmbël. Po. Edhe kripur del shumë e mirë. Me mbushje të ndryshme, me djatra, me... Ne kemi 10 minuta kohë që mund të mbushim me disa të tjera, ndoshta edhe me fruta të shata. Do shikojmë, do nxjerrim edhe atë të servirim ashtu siç janë, ato s'ka problem. Ta kishim zbuluar ato gati të marrin çik sipërfaqe? Po, mund t'ja heqim, fakt. Ja hequn ato, ndërkohë ti merru me petën. Shumë mirë, faleminderit tani. Tani, shiko, tani kjo të ndihmon vetë, faktikisht, se i ka vetë këto të prerat. Në drejtim të prerave që ka, bëni prerjet edhe juve, në këtë mënyrë. Tani për 4 orë, doni t'i bëni kaq të mëdhaja sa i kemi ne, doni t'i bëni në 3, ta bëjmë në 3 këta Nila, ndalim më të vogla. Ti bëjmë më të vogla? Më të vogla. I bëjmë, po, pse jo? I bëjmë më të vogla. Ti bëjmë më të vogla këto. I bëjmë variante të ndryshme, me që e kemi mundësin. Ta ndajmë, do me thënë, që t'jetë më i vogël. Të bëjnë 4 orë, ato bën drejt këndshë. Pa. Është, do me thënë, shumë e thjeshtë për t'u bërë. Në këtë mënyrë, si që ju thash, këto mund t'i bëni, t'i mbushni, do me thënë, t'i ulijeni dhe t'i mbushni me djath, ose me reçel, ose me ndonjë gjë tjetër dhe i bëni sfalatina të vogla. Por në këtë mënyrë neve menduam që t'i bëjmë sot. Pa. I lagim, do me thënë, me qumësht, i lyjmë kështu, edhe me sheqer. Vendosim sheqerin në spërkati me sheqer, në furë, të nxehtë fura sigurisht më përpara, 200 gradë, rreth 15 minuta dhe do t'i nxjerrin, do t'i keni gati pastaj për t'i mbushur. Shumë thjesht bëhen, mjafton të keni këtë pjesën e petës foliat, edhe sheqerin pudër. Ti hedhim dhe pak më tepër. Prandaj thash që te pjesa e kremit mos të hedhim sheqer, se ka marmalata, ka sheqeri që hedhim sipër, kështu që nuk ka nevojë. Okej. Pra kaq kemi të bërë ne, që kemi nxjerrë atë tavën me kaq thjesht. sfoliatën e pjekur, gjë që Kati e kishte bërë përpara për të
arritur që të tregonim edhe si bëhet mbushja më pas. Në ekran vazhdojmë ta kemi recetën, është shumë e thjeshtë, sepse na duhet thjesht një pec foliat dhe pastaj përbërësit e tjerë besoj se janë pjesë e shtëpisë. Nëse nuk keni një marmalat me manafera, keni një reçel tjetër në shtëpi apo një frut që mund ta përgatisni po kaq shpejt, mund ta bëni sigurisht sipas dëshirës dhe mundësive që ju keni. Marrim edhe një tjetër. Ta bëjmë me fistika të tjetrën? Atë të thoshja. Të bëjmë shumë shije të ndryshme. Po. Nuk është era parë. Jo, s'është vërtet se era e parë. Dhe ta bëjmë këtu te kjo pjata tjetër. Dhe pastaj do nxjerrim edhe tavën nga furra, e cila në fakt ka nevojë për më shumë kohë për të pjekur, por ne duke respektuar edhe kohën tonë, do ta shohim deri në orën 10 se ku do të ketë mbërritur, duke ju treguar gjithmonë se sa ju duhet ta lini pavarësisht kohës që ne kemi në studio. Është e vërteta, do ta bëjmë ndryshe. Me ndryshove. Jo, do hedhim fistik, po do t'i hedhim edhe pana, edhe të pjesën, s'ka nevojë për atë, thjesht kështu. Si mund ta bëjmë në shtëpi. Se duke vendosur atë lart, ajo qëndron pastaj. Po. Dhe ne kemi gati, kemi të asa e mirë doli. Të grira, të vogla, edhe do hedhim edhe pak lart pastaj për ta thyer. Po. Këto Kati besoj duhet të ruhen në frigorifer apo jo? Këto janë të çastit të momentit, tani neve mund ta servirim këtë. Mbaron aty, thua aty. Nuk gelen për frigorifer. Okej. Jo, thash duke qenë se ka pana, tani jemi në ditë të ngrohta, për të qenë pak të kujdesshëm dhe pana kur rrjedh dhe ftohet akoma dhe më e mirë bëhet në fakt. E t'jedhin dhe pak sheqer pudër. Po. Me sheqer pudër, me kanell mund ta bëni nëse përdorni një mbushje tjetër. Për shembull, nëse do kishim një reçel molle ose një marmalat molle, s'përkasni me kanell. Pjeshke, molle. Edhe pjeshka. Po, edhe pjeshka shkon e vërtet. Po, edhe molla është. Shumë e bukur dole dhe kjo, edhe shumë e shishme. Kjo, a ta bëjmë çik dëbor këtë. Ka filluar të mungoj dimri më duket, ka thjesht një muaj që ka hyrë vera Kati. Ti heqim tani ti shmangim. Atëherë, liroj pak hapësirë pjatat atje neve dhe të nxjerrim atë nga fura. Vendosim të dyja variantet e petës foliate, një ëmbëlsire të shpejtë që mund ta bëni në shtëpitë tuaja fare lehtë me pak përbërës dhe pa diskutim shumë e freskët, se madje edhe reçelin apo marmalatën që i kemi vendosur brenda e kemi bërë vetë në shtëpi, kështu që është një ëmbëlsirë kështu nga këto super të shëndetshme e të sigurta. Nëse duan në visa thash ta bëjnë edhe katrore, ne i bëm të drejkëndshë faktikisht. Po, ndërkohë po e treguam edhe variantin tjetër. Edhe katrore dalin bukur. Tani nuk ka rëndësi, neve do t'i nxjerrim thjesht për treguar, domethënë të bëjmë për treguar se çfarë kemi bërë tjetër sot, pra kush ka qenë dreka kryesore. S'ka gjë. Le të bëjmë një servirim me një patlıcan atje. Kjo për treguar si do të duket në pjatë. Po. Ta mbyllim këtu. Ta mbyllim edhe furrën. Ndërrisht andej, po. Po. Nuk është bërë tamam ashtu si jo, nuk është bërë patjetër. Ne e tham që nuk është bërë, por po kujtoj pak se ku na gjeni ju tjetër, meqense përmenda videot edhe rikthimet që mund të keni nevojë të bëni her pas here në puntatat e përditshme të Vila 24, recetat të cilat për shkak të kohës që duan të piqen e tjerë, si në rastin e perimeve të mbushura, i gjeni të përfunduar, sigurisht pasi piqen, në faqen Balkan Web, pra aty duhet të klikoni
e di që është faqja juaj e preferuar për të informuar, për të argëtuar edhe për të marrë të gjitha informacionet e nevojshme të ditës, dhe sigurisht aty gjeni edhe Vila 24, ku do të ndodhet kjo receta e ditës së sotme, po totalisht e përfunduar e pjekur dhe ashtu siç do të jetë në tryezën e shtëpisë tuaj nëse do ta gatuani. Dhe paralelisht do të keni edhe videon shoqëruese të mënyrës se si ajo është përgatitur bashkë me përbërësit e recetës përkatëse. E kujtoj këtë për të gjithë ju që keni nevojë ta shihni deri në fund. Ja kështu. Pak jeshile t'i vëmë ashtu sa të freska. Ndjes tani që nuk e kemi të përfunduar, do me thënë ashtu siç duhet, por mendoj thjesht për t'i dhënë një ide anvisave. E rëndësishme është mënyra se si bëhet, se për punë e pjekjes dhe rezultati në fund, ato do ta gjejnë, do me thënë. Ku thot Janila në YouTube? Ku Kati, ku? Aty të ta Dishe gjejnë. ndonjëherë ty Kati? Hap ndonjëherë? Apo? Ndonjëherë. Ndonjëherë. Ha, si të duket vetja? Po shumë herë mirë, shumë herë keq. Përmirësohemi. Mundohemi të përmirësohemi, si gjithë njerëzit. Ja kështu. Se çudi që e theti fjalën shumë herë mirë, se duke ditur sa kritike je, vështirë se mund ta prisja këtë përgjigje. Të themi edhe një herë kështu. Ja, kështu. Kështu do me thënë, e përfunduam, ne besoj, koha ka përfunduar. Ja, nuk ka përfunduar. Të thjeshta janë recetat, nuk ka përfunduar? Bëshaka, jemi në 1 minutë në fundit, gjë që mund ta mbyllim pa diskutim, sepse ne i mbaruam recetat për sot, por nëse ne i kemi gati, a i themi do që do gatuajmë nesër, apo se ke ndarë mendjen akoma? Shiko, nuk e kam ndarë faktikisht, po diçka me mish pule do bëjmë. Një do më që është, mund të bëjmë. Atëre, merrni pak mish pule, 4 racione, 2 tufa, do me thënë, salat jeshile, 1 dorë qep, 1 kokërvez dhe limon, dhe do të bëjmë një gatim shumë të mirë special. Merrni ju nga shtëpia dhe unë këtej që ta bëjmë bashkë. Ja, sa mirë që e tham, pse jo? Shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme dhe shëndetshme dhe gatim veror. Bukurim. Mirë, atëherë nesër kemi të tjera recetë për që sjell nga këndi i gatimit. Kati të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë si gjithmonë këtë emision bashkë. Faleminderit. Falenderoj dhe unë anvisat që qëndruan me ne, nga unë Katerina, mirupafshim dhe më takoshim nesër këtu në të njëjtën orë. Atëherë frikase me mish pule dhe me sallat jeshile, ekonomike dhe shëndetshme. Nesër në mëngjes të gjitha këto. Tani është momenti të bëjmë një shkëputje publicitare dhe pastaj kthehemi për të zhvendosur në këndin tjetër të vilës tonë, aty ku do të vinë miqtë ditës së sotme për të nisur javën. Mos u largoni, se do të kemi biseda interesante për të sjellë.